Parulla e parë. Thashethemet që her pas here vinin nga Meka në mesin e fisit Beni Gafur, i kishin të requr vëmendjen dhe ngjallur kurreshtjen e Bu Derit. Ai kishte shumë dëshirë të mësonte se çfarë po ndodhte në të vërtetë në Mekë, sepse nga lajmet që vinin nga njerëz të pabesueshëm, nuk kuptohej asgjë e saktë. Ajo që kishte arritur të kuptonte me siguri ishte që në Mekë kishte filluar një lëvizje e re për të cilën mekasit po bënin shumë përpjekje për ta shuar. Mirë po, ç'ishte ajo lëvizje, ç'fjalë thuheshin dhe pse mekasit e kundërshtonin, nuk dihej asgjë. Të vëllait që po nisej për në Mekë i tha: "Thonë që në Mekë është të shfaqur një njeri, i cili po thot fjalë të reja dhe mëton se ato fjalë janë zbuluar nga ana e Zotit. Tani, ti që po shkon në Mekë, interesohu dhe merr vesh si qëndron puna dhe eja e më thuaj." Ndej një ditë duke pritur të vëllan, pasi ai u kthye, shkoi ta takonte menjëherë dhe e pyeti: "Pa hë, çfarë po ndodhte atje? Si ishte puna?" "Aq munda unë të mësoj." Ishte një burr i cili i ftonte njerëzit drejt moralit të mirë, edhe fjalët që thoshte nuk ishin vjersh, ju përgjigj i vëllai. "Unë të thash të pyesje për më shumë," i tha Ebu Deri. "E shikoj që duhet të nisem vetë për në Mekë e ta shoh si qëndron puna." Abuzari mori ushqimin me vete dhe u nis për në Mekë. Vendosi që sido që të ishte, të takojë vetë me atë burr dhe fjalët e tij t'i dëgjonte vetë nga goja e tij. Mirë po, as nuk e njihte atë dhe as nuk guxonte të pyeste njëri se ku rrinte ai. Mjedisi i Mekës ishte shumë i zymt dhe i egër. Pa bërë fjalë me askënd, abuzari hapte veshët se mos dëgjonte ndonjë gjë nga njerëzit përreth. Qendra e të gjitha lajmeve dhe ngjarjeve ishte Qabja dhe Ebu Deri me një frym shkoi atje. Ditën e bëri natë, e gjë nuk arriti. Pasi kaloi mesi i natës, i lodhur ushtria aty. Nuk zgjati shumë dhe një djalosh i ri i kaloi aty pranë Ebu Derit. I riu i hodhi një vështrim nga kokat e këmbët e Ebu Derit dhe pastaj u largua. Por Ebu Derin, vështrimi i të riut ishte kuptim plot. Mendoi me vete që ndoshta ky djalë i ri e meritonte që ta shprehte atë që mbante në zemër. U ngrit dhe filloi ta ndiqte djaloshin, mirë po nuk guxoi t'i thoshte gjë e u kthye sërish në vendin e tij. Ditën e nesërme, kaloi sërish aty rreth Qabes. Sërish edhe atë ditë nuk arriti të mësonte gjë. Ranata dhe ushtri po në të njëjtin vend. Muna ato orën e natës së kaluar, u shfaq ai djali i ri. I u afrua Ebu Derit dhe me respekt i tha: "A nuk ka ardhur koha që të vish në shtëpinë time dhe ta kalosh aty natën?" Tha këto fjalë dhe e mori Ebu Deri në shtëpi. Atë natë, abuzari ishte mik në shtëpinë e djalit të ri, por sërish stepej që t'i tregonte çfarë mbante në zemër. Edhe i riu nuk i pyeti gjë atij. U bë mëngjes, Ebu Deri doli nga shtëpia, u nda nga i riu e shkoi në Qabe.